Klubi futbollit Qiroka e mbyll në mënyrën më të mirë vitin 2025 duke qenë një skuadër surprizë me zëvendësanierin e ekipit të Qirokës Ardit Mani. Profesor, me të vërtet një surprizë e këndshme Qiroka. Gaci faleminderit si herë duke turu gëzuar festat vitin e ri. Them drejtën, klubi Qiroka po bë analizën për fund vitin. Do të them drejtën, është surprizë për gjithë kampionatin, sepse Qiroka me këtë hap që ka hall është pothuajse i sigurt për pjesën e play-offit. Momentalisht jena në vendin e tretë, sepse në dy ekipet e para si Sopoti dhe Beslidhja kishin nga ndeshje mangut, dhe ndoshta për momentin ne jena në vendin e tretë, por të them drejtën me pikë që kena, me lojën që kena bë, me cilësitë që kena treguar në kampionat, çdo gjë është e mujtën. E kemi theksuar edhe herë të tjera në intervistat që kemi zhvilluar me ju dhe me kolegën tuaj Matias, kjo Qirok me të vërtetë bindi dhe befasoi të gjithë. Cila ishte e veçanta e kësaj skuadre për këtë fazë të parë? Them drejtën, bashkëpunimi, grupi, si nga presidenca dhe Ergi dhe Visi, që janë dy bashkëpunëtor të madh ngushtë të stafit, po ashtu dhe stafi, por duhet vlerësojnë maksimum edhe cilësitë njerëzore në radhë parë dhe grupin shumë të mirë që ka ekipi Qirokës. Nuk mund të la përmend si djemtëri, po ashtu edhe elitën e ekipit Qiroka, që të janë siç është Dibra, Vucaj, Drabeja, falin mos të harroj Ruçi, të thënë drejtën që janë një pjesë e pandame të këtij ekipit për këtë kampionat. Kalimi nga kategoria 3 në të dytën u bë me të vërtetë në mënyrë të befasishme dhe nuk ishit gati si skuadër. Është vërtet. Sepse ishit përgatitur për kampionatin e kategorisë së tretë, por një vendim i fundit i FSHF-s bëri që Qiroka të jetë në grupin A të kategorisë së dytë. E mendoni se do të ishit lider i këtij grupi? Ashtu siç ishim surprizë për pjesëmarrjen në kategori 3, ashtu u bë me surprizë edhe për vendin e parë që kena udhëheq kampionatin, të thënë drejtën. Pavarësisht me kushtet shumë të mira që është mundu presidenca dhe për me na i kriju, por të them drejtën kena bë maksimumin dhe këto djem kanë arrit maksimumin për këtë fazë. Duke folur për 2026-ën, cilat janë ato objektiva dhe fiksionimet kryesore? Normalisht që bashkëpunimi vazhdon, grupi është po ai, por të them drejtën, vazhdojmë po me të njëjtat kushte, me të njëjtat interesa, me të njëjtat dëshira dhe shpresoj shumë që të vazhdojmë ecim përpara dhe pse jo të bëjmë të mundën edhe kalimin në kategorinë e dytë. Natyrisht që Beslidhja është faqur potente, një ekip me traditë, kryeson grupin dhe duket një hap përpara për kualifikimin direkt në kategorinë e parë. Por rivaliteti përpos Beslidhjes është edhe me Sopotin e Librazhdit. Janë tre ekipe që kanë treguar që dinë me luajtë futboll, dinë të tregojnë vlera. Normalisht Beslidhja ecë me stofin e ekipit me një ndërmjet shumë të madhe si nga buxheti, por më vjen mirë sepse është edhe ekip me emën. Normalisht që edhe Sopoti ka eksperiencën në këtë kategori, por pse jo edhe ne mrapa nuk mund t'i lëjmë mohon hapësinë. Kjo luftë kam përshtypjen që deri në moment do të jetë deri në momentet e fundit, të fitojnë më i miri normalisht. Profesor, ka nevojë skuadra për përforcimin e fazën e dytë dhe a ka ndonjë lëvizje nga presidenca? Për momentin presidenti Ergi bashkë me Visin normalisht që janë duke bë punën më të mirë, jena në hulumtim me sipër, normalisht që do ta diskutojmë, ne me 5 fillojmë dhe çdo gjë do të jetë me datën 5 e mbrapa, edhe informacionet do të jenë më të tepërta. Me që jemi në prag të festës së vitit të ri, një urim do të ishte interese për klubin Qiroka, sportistët përgjithësi dhe Shkodrën dhe mbar Shqipërinë sportive. Ashtu siç e nisa, do ta vazhdoj me urim, uroj gjithë familjen e madhe e Qiroka që të ecin me këto hapa. Uroj shëndet dhe marsi dhe normalisht që kam kënaqësi që këtë urim bashkë me ju Gaci, i cili për mua jeni ndër bashkëpunëtorët më të afërt, Shkodrës ditë më të bukura dhe pse jo një vit të ri ku çdo gjë ashtu si Qiroka që dalin kampionë, shpresoj edhe Vllaznia që të jetë kampione. Gëzuar Qirokës dhe mbar sportit shkotan dhe aty që të parë përgjithësi, respekt e sukses në fazën e dytë. Faleminderit.